llogariteni se çfarë do t'i bëhet të tjerëve. Nëse Osmani nuk i ka llogaritur kërcënimet e veta ndaj të tjerëve, Vjosa Osmani, duke i numëruar hapat e saj të fundit si presidente, të hënën mbrëma vendosi që të rrëfehet në një intervistë televizive, por për një televizion nga Shqipëria. Rrëfimin e saj e ka bërë tek pasi i ka prishur punët në pakthim, malatin e saj Albin Kurtin, me të cilin bashk u ngretën në pushtet pas vitit 2021. Në një intervistë për Syri TV me Qim Pekën, Osmani e paranoi, ani pse jo direkt, se ja ka heshtur e nuk ja ka bërë publike shkeljet kushtetuese më shumë se 20, siç tha ajo, të Albin Kurtit, dhe krejt në fund u ankua për kërcënimet që janë bërë tek tani, kur ka marrë fund koalicionit politik me saj dhe Albin Kurtit. Pra llogariteni kur për dikë që ka qenë aleati tyre, i ka ruajtur si sytë e ballit, për më shumë se 5 vite e gjysëm, ndërtohet një propagandë e tillë deri në thirrje për pushkatim. Llogariteni se çfarë do t'i bëhet të tjerëve. Nëse Osmani nuk i ka llogaritur kërcënimet e veta ndaj të tjerëve. Kërcënimet ndaj Osmanit kanë ardhur në fund të mandatit 5 vjeçar, gjatë të cilit ajo vet u ka fryrë kërcënimeve për krah bashkëshortit të saj Prindon Sadriut, të cilin e ka mbrojtur edhe kur i ka quajtur mediat ndërmarrje për bashkët kriminale. Çifti presidencial ka shkuar aq larg sa me pretendime të rrejshme, urdhëroi mbrojtjen e afërt të tyre, që të arrestonin kameramanin e paparacit Jetmir Muin, gjatë shtatorit të vitit 2025. Ankesën ndaj kërcënimeve ka bërë të hënën kur Halil Geci në një postim përdori fjalën pushkatim. Presidenca në reagim tha se Kosova nuk është dhe nuk duhet të jetë vend ku aktivist politik veç shpallën gjykatës dhe shpallin dënime me jetë për figura të zgjedhura nga qytetarët. Mirë po është vetë Osmani që mbrojti bashkëshortin kur 4 vjet më parë u veç shpall gjykatës dhe shpalli mediat si ndërmarrje për bashkët kriminale. Ky është veç fillimi i fushatës me kërcënime e shantazhe nga çifti presidencial. Presidentja Vjosa Osmani kishte thënë se kameramani paparacit nuk është arrestuar nga policia e Kosovës, ndonse ai ishte shoqëruar në stacionin policor Qendra nga njësia e mbrojtjes së afërt e presidentës. Osmani në po të njëjtën konferencë që e thiri pas arrestimit të kameramanit të paparacit shkoi edhe më larg, kur tha se Agjencia Kosovare e Inteligjencës është duke i hetuar disa gazetarë për veprimtari të paleqshme. Ajo tha se nuk e ka ndërmend t'i përmend emrat e gazetarëve, derisa hetimet të përfundojnë me arsyetimin se nuk dëshiron të ndërhyjnë hetime, ndonse veç se e kishte bërë. Shefja e shtetit u pyet nëse emrat e gazetarëve të përfshirë në hetime janë ata të cilët i përmendi bashkëshorti i saj Prindon Sadriu. Natyrisht i doli në mbrojtje kur tha se nuk e ka parë postimin e zotëriu të parë. Sadriu i akuzoi rrajshëm gazetarët për nxitje të dhunës ndaj fëmijëve të vegjël. Përmendi me konotacion negativ emrat e gazetarëve Vebi Kajtazi, Berat Buzhala dhe Lirim Mehmetaj.